Allahu e afroi të gjitha argumentet për ekzistimin e tij, për njësimin e tij, për vurjen e rendit, për zbritjen e sistemit bukur, organizative dhe ata shumë të bukur, njerëzit do do thanë jo këtë sistem. E tash mirë u morën vesh. Pse ndodhi kjo? Pse do me thonë jo këtë sistem? Se do kanë dëshirë gjithmonë që sistemi ative të dominon mbi tjerë. Do kanë dëshirë që ato të udhëheqin. Do kanë dëshirë që rendi i ative të hetë, e ato të dominojnë, ato të mbisundojnë mbi tije. Do kanë dëshirë edhe punojnë që ti t'jeshe i udhëhequr nga ata, e jo aj edhe ti nga Allahu. Këto lojna janë shumë vjetra edhe tash po luhen. A ki vuro, kur ka qenë mreti, kur ka qenë sistemi mratnor, do njerëz janë konë shumë afër shtetit. Kur ka arë sistemi komunist, që shkoj, qato njerëz shumë afër shtetit, arë ki sistemi qëtër, të partë njerëz u kapën qato njerëz. A ke pase, nuk pranojnë të jenë të udhëhequr, po pranojnë të jenë udhëheqës. Vetëm a i numër mendojnë ato i këpuzve ju ban të manë. E tash mendojnë eventualisht dë një shtipje e modhe, dë një shtipje, e i qëmë të jenë të udhëhequr, ato sakrifikojnë shpirta, ato vrasi njerëz, ato misi njerëz me dalë më në tepër, sa ato së më rinë poshtë. Rastin më të freskët e ke në popullin tonë. Rastin më të freskët e ke në popullin tonë. Kjo në unë që ka po spjegoj është Koran, nuk ka politikë. Se jo, gjëmatë jam e di gjithmonë që jo që unë s'jam, edhe s'du t'jem politikan, po e urej politikën. Kështu kemi thonë, e urejmë, se dojmë. Në Shqipëri, ishte sistemi mbratnor, kishte regull atëhere, kishte regull. Ulemat e tonë shqiptar, i konsultoj bota islame për përgjigje shumë të mëdha. Në raste shumë kyqe, në raste shumë të ngushta, kur mlelen ulemat e botës islame për një fetfat përgjithshme, i konsultuan edhe ulemat e shqiptarve. A ke dëshirë me ditë dënja me emën, që t'jeshe i vërtet se kjo ndodhi? Babën e Bebi Sulejman Gavogjit e konsultoi bota islame, Hoxh Sulejmani, ishte shkodran. E konsultuan për pyetje. Hoxha Hasan Tahsini ishte prej Çamerie. Ishte rektori i pari Universitetit të Stambollit, shqiptar. Rektori i Universitetit të Stambollit. A Universiteti i Stambollit ditët e atij ishte më i fuqishëm dhe më i përgatitur se Universiteti i Azharit sot. Jo atëherë. Ai atëherë ishte më i fuqishëm se Azhari sot. A kuptove? Kush kemi qenë në një ditë? Në rregull. Nasruddin Albani është çfarë është? Pa u fut në detalet e tij. Bota islame sot është gjalla në Jordan jeton. Bota islame sot e njeh për dietar të kalibrit botnor. Shuaib Arnauti është dietar i hadithit në Jordan. Bota islame e njeh për kontrollues të hadithit të numrit të kalibrit numër 1, shqiptar. Abdul Kader Arnauti është në Damask. Bota islame e njeh për dietar të hadithit të njohur. E citosh ka i tek atash, janë, edhe ato së mjevnorë se ju thamur e kështu, kanë qef bile, janë trohat e ulemave të mëdhej që kemi pas në kohën e Zogut. Kur e sistemi komunist, a i zdi kishka me boj që të thënë, qërë, sistem qërë, a me Zogu ki vrau ata, vrau këta, Zogu e straltoj këta, i qetri Ali Pasha të Pelena, ki qetri, shkoj 60 vetu boshka u bo u pas, ka nevoj për spjegim. Sala, edhe vuni një rend vetin me mundësit e ati në atë vend të bekuar, një rend vetin e vuni, po strejpunve më të bukura që i boni, e shtini shtetin e shqiptar në konferencën islame, atje ko e ka vendin. Atje e ka vendin. Me 85% musliman, atje e ka vendin se aj kish dal, Enver Hoxha e kish ndherë prej konferencës islame. A ishte 550 vet antar i shtetit islam. Shqipëria ishte 550 vet antar i shtetit islam. Ardh ai kryetari që shkoj, s'më hinu dhe fare kushishe dhe qka ishte, po e boni ate që e kish obligim me bo, ta është El Fatos Nano.
Kryetari i shqiptarve, Fatos Nano, prej Greqie në post zarf, ishtim zarf grek. Fatos, të më falni, plot njerëz u habitën një natë me një dhomë, unë thash, kush me ndonë se Fatos Nano a shqiptar, ju thash kështu, kush linguista a ka këtu në Kumanov, njerëz s'ka miren me gjuhë shqipe, në të miradhite dikush 20 emna s'ka marojnë shqiptarve me thënë fund, t'ja jap një këto këdije. 20 emna shqip me thënë s'ka marojnë fund. Unë po t'i lot tash 1 minutë e gjimës në gjami si gjoj, pra kalzomi. S'ka marojnë fund me thë. Edhe emna shqiptarve s'ka marojnë fund me o. Veç një emën maron shqiptar me o në fund. Thulli kur t'kaje i ma gjupit i thot babo. Veç kje emën maron me o në fund. Kejt marojnë ndrishe. Ja Saliu, ja Bedriu, ja Hasani, ja me i, ja me u emnat mashkullor, e ato femnor me e edhe me a në fund. Ka me së në fund. Me së maron si Mitisi, Mitsotakisi, të Papadopoulosi, Makariosi, këto marojnë me së në fund. E ketë qartë tash. Kështu pra, kështu janë gjona. Parën pun prej aktiviteteve, që i boni a i tha, parën pun prej aktiviteteve të dukshme, tha lam të mirë konferentës islame. Lam të mirë konferentës. Ki shtetin shqiptar kur banë. Kush po do prej bedahirës me gjumbar, e kush po do prej pëja hek gjumbarët të i bepe e banë të mulek. Kush po ka qef, qish po ka qef. E për me ardhë ki qka boni sakrifikoj 15.000 shpirta do të vrame, do të lagum. Me ardhë, se s'ban pa ardhë. Kështu pra nuk ban pa ardhë, se do nuk pranojnë me qenë të udheqër, pa dojnë, ja udheqës ja hizë ban. Ja udheqës ja ju vras kejve. E që ndodhë, ja udheqës ja të më shaftë atë e shtetit i qësë për jashta, kejtë me shka ka, me arme me shka ka. Ja unë udheqës. Do kështu janë pra. A do 85% musliman, qëfare janë ato pra? Ato thojnë kështu. Do 85% musliman, do thojnë, këto thojnë kështu. Ka gajle me shqit po folë. E pra kështu do t'a boj. Unë do t'a marrë një los. Shtim masatas e kam mafrute dhe në gjamiës e kam. Kur t'a thos me namazin, do t'dalu në i pari, do t'jav hi meren, ka 10 sopa do t'jav jap. Edhe s'ka me ujellnu se shqip do t'jav jap. Edhe ju thoni ani në ashtë ki. Ki masi po folë shqipnit në jape ka një gjithë dhe jak, s'ka problem. E pranoni këta jo, pra qenë kanë punët mandrishe pak. Qenë kanë punët mandrishe, ma gjallë pak pu dashka me mendu. Pak mandrishe pu dashka me mendu. Inderuar, Egjiptin, shtetin me 50 shekuj kultur, edhe 50 shekuj para kësaj kulture që ka tash, kultur qëtër, Egjiptin, të cilët Platoni, filozofi grek, shumë miri njërë në londën e filozofisë, a ditë kur hini në Egjipt, mas i ki shkri gjithë ato ulumtime filozofike, vizitoj Egjiptin. Kur hini në Kairo, edhe pasë e qka ka në atë shteta gjitha, unë këtu qenë këm një nëzënës. Unë këtu qenë këm një nëzënës. Këtë shtet e ka udheq Muhammed Ali Pasha, shqiptar, një shekull e gjimës. Shqiptarët e kanë udheq një shekull e gjimës. Pra s'ka kundër kush në udheq nëse a i joni. Nëse sa i joni edhe binak me pas sa i joni. Kështu duhet me ndodhë. Edhe binaku nëse sa i joni, i nonës.